Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzieni sot buke me mjalt dhe thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Soda e bukës është përdorur që në lashtësi kundër një sër sëmundjesh dhe problemesh dermatologjike. Ajo është shumë e suksesshme jo vetëm për gatim, por njëkohësisht edhe për pastrim. Vlerat e mrekullueshme të sodës së bukës. Soda e bukës është aleati më i mirë i sistemit tuaj tretës. Ajo ndihmon kundër fryrjeve në stomak dhe gjithashtu për tretjen e ushqimeve të rënda. Sipas të dhënave, soda e bukës është një kurë e cila funksionon kundër urthit dhe ndjesisë së djegjes në krahëror. Soda e bukës gjithashtu e ndihmon mëlçin tuaj që të shpërthejë toksinat të cilat nuk treten dot. Ajo është gjithashtu e pasur me vitaminë C dhe kalium. Kësaj, soda e bukës është një nga antioksidantët më të mirë natyral të cilët ekzistojnë në botë. Soda e bukës zbut infeksione dhe neutralizon bakteret dhe viruset. Ajo përdoret gjerësisht edhe kundër gripit dhe virozave sipas informacioneve. Soda e bukës e ndihmon organizmin që të ngrejë një sistem mbrojtës kundër baktereve. Ajo është shumë efikase kundër infeksioneve urinare. Kura e sodës së bukës me mjalt. Përbërësit që do t'ju duhen janë 120 gram sodë buke, 250 gram mjalt. Përgatitja: përzieni përbërësit në një enë qelçi derisa masa juaj të jetë homogjene dhe e trashë. Vendoseni atë në një tenxhere me ujë në zjarr dhe ngroheni enën me mjalt dhe sodë buke brenda tenxheres në ujin e valuar për 10 minuta. Më pas, hiqeni atë nga zjarri dhe lëreni që të ftohet. Ju duhet të konsumoni 2 ose 3 lugë gjelle çdo ditë për një muaj. Kurën mundet ta konsumoni para ose pas vakteve. Është shumë e rëndësishme që kurën ju të mos e konsumoni për më shumë se një muaj. Gjatë gjithë kësaj kohe duhet që të shmangni mishin e kuq, mielin dhe sheqernat. Kjo kurë funksionon edhe kundër disa sëmundjeve si për shembull stomaku, gripi dhe sëmundjet e veshkave. Në qoftë se ju vendosni të konsumoni këtë kurë, ne ju këshillojmë që të informoni mjekun i cili e ndjek progresin e sëmundjes tuaj. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë të provuara shkencërisht dhe jo më kot, ai njihet si ari i lëngshëm. Prej mira vitesh mjalti ka qenë zgjedhja kryesore kundër inflamacionit si edhe për shërimin e organizmit. Sipas të dhënave, një nga mënyrat akoma edhe më efikase dhe të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit është pikërisht konsumimi i tij përpara se të shtriheni për të fjetur. Mjaltin mundet ta tresni edhe në çaj kamomili ose në qumësht të ngrohtë. Vlerat shëndetësore të ngrënies së mjaltit përpara gjumit. Rënja në peshë. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrnave dhe gjithashtu në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit, ju do të parandaloni shtimin në peshë dhe do të ulni nivelet e sheqerit në gjak dhe të triglicerideve. Studimet konfirmojnë se ngrënia e një lugë çaji me mjalt përpara gjumit frenon urinë gjatë natës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se mjalti shërben edhe për një gjumë sa më të mirë. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit, mungesa e të cilit mundet të shkaktojë probleme shëndetësore siç janë tensioni i lartë, diabeti i tipit 2, artriti, ishemia dhe sëmundjet e zemrës. Në qoftë se ju do të konsumoni një lugë me mjalt përpara gjumit, ai do të rrisë lehtë nivelin e insulinës e cila ndihmon në çlirimin e hormonit triptofan.
Mjalti ndihmon edhe në rritjen e serotoninës, hormoni i humorit të mirë, kënaqësisë, gëzimit, si edhe melatoninës, hormoni më i mirë i gjumit. Mjalti gjithashtu ul edhe rrezikun e prekjes nga sëmundje si, për shembull, diabeti. Një lugë çaj me mjalt ul nivelet e glukozës në gjak për një kohë të shkurtër. Mjaltin ju mundet që ta kombinoni me pak kanellë për të mirëmbajtur këto nivele dhe për të parandaluar diabetin. Parandalon alergjitë. Mjalti lufton alergjitë dhe forcon imunitetin tuaj. Këto aftësi i atribohen mjaltit të vërtet dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaj me mjalt çdo natë për të shmangur alergjitë e shkaktuara nga poleni. Imuniteti. Antioksidantët të cilët janë të gjendur tek mjalti parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe forcojnë imunitetin. Nëse ju pini një lugë çaj me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot energji dhe do të mbroni rrugët e frymëmarrjes nga infeksioni. Një lugë me mjalt ju ndihmon edhe kundër kollës dhe mbron shëndetin e organizmit. Gjithashtu, sipas ekspertëve, duhet të dini se mjalti ka mjaft vlera të rëndësishme si për shëndetin ashtu edhe për bukurinë. Një ndër përfitimet më kryesore të mjaltit është se do të pastrojë lëkurën. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyeshëm që do të thotë se konsumimi i tij i rregullt do të pastrojë trupin tuaj nga toksinat e ndryshme. Përveç kësaj, vetitë e tij antibakteriale do të përmirësojnë ndjeshëm gjendjen e lëkurës tuaj. Largon peshën e tepërt nga trupi. Në qoftë se ju jeni duke u përpjekur për të dobësuar, mjekët rekomandojnë që ju të hiqni dorë nga të gjitha ëmbëlsirat përveç mjaltit. Kjo sepse sheqeri i pranishëm në mjalt ka një përbërje ndryshe nga ajo e cila gjendet në ëmbëlsuesit e tjerë. Mjalti gjithashtu rrit metabolizmin tuaj, i cili është helbësor për humbjen e peshës. Ul nivelin e kolesterolit. Mjalti nuk ka fare kolesterol, përkundrazi, përbërësit dhe vitaminat e tij kontribojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumimi ditor i mjaltit ka një efekt tepër të dobishëm në nivelin e përbërjeve antioksiduese në trup, të cilat munden të luftojnë kolesterolin e keq, e bën zemrën tuaj më të fortë. Ulëmtimet tregojnë se antioksidantët të cilët gjenden në mjalt munden që të parandalojnë ngushtimin e arterieve tuaja. Në varësi të vendit të ndodhjes, ngushtimi mundet që të çojë në dështim të zemrës, përkeqësim të kujtesës ose dhimbje koke. Pirja një gotë ujë me disa lugë mjalt do të jetë mjaftueshme për ta parandaluar atë. Sipas ekspertëve, mjalti përmirëson edhe memorien tuaj. Nga ana tjetër, ulëmtime të tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin dhe gjithashtu për të rivendosur sistemin tuaj mbrojtës antioksidant qelizor dhe si pasojë për të përmirësuar memorien. Përveç kësaj, kalciumi, i cili gjendet në mjalt, tretet lehtësisht nga truri, i cili ka një efekt të dobishëm në mirë funksionimin e tij. Gjumë i shëndetshëm. Sheqeri i cili gjendet tek mjalti rrit nivelin e insulinës në gjak dhe më pas e çliron atë në serotonin. Serotonina transformohet më tej në melatonin, një hormon i cili nxit një gjumë cilësor. Stomak më i shëndetshëm. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që ju të hani një lugë me mjalt me stomakun bosh. Ky ritual i thjesht ndihmon për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat lidhen pikërisht me aparatin tuaj tretës. Përveç kësaj, ndërsa kalon nëpër stomak, mjalti shkatëron mikrobet dhe shëron plagët e vogla në mukozë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.